Rreth 4.000 hektar tokë bujqësore në fushën e Maliqit u përmbytën pas çarjes së argjinaturës së lumit Devoll si pasojë e rreshjeve të dendura të disa ditëve më parë. Argjinatura e lumit Devoll është çarë në të njëjtin vend ku u dëmtua edhe nga rreshjet e nëntorit. Tashmë sipas autoriteteve pjesa e dëmtuar po forcohet edhe më shumë në mënyrë që të mos krijojë më përmbytje. Momentalisht që flasim, çarja është zen me gati 1 metër, 1 metër e gjysmë lartësi. Është një proces i vështirë të themi për efekt mosmbajtjes së rrugës, lagështisë së saj, pjesës torfike dhe ranore që ka kjo zonë për kalimin e mjeteve të renda. Megjithatë po bëjmë të gjitha sakrificat që të bëjmë të mundur që brenda 2-3 ditësh të kemi një argjinaturë të sigurt për rreshje të mëvonshme. Banorët e shoqërasit kanë sipërfaqe të mëdha toke të cilat janë ende në ujë. Ata tregojnë se të mbjellat janë dëmtuar, ndërsa me prodhimet bujqësore sigurojnë jetesën, ndaj dhe në këto kushte kërkojnë ndihmën e shtetit. Jeni përmbytur 2 herë apo? 2 herë. Që është lumi Devoll. Aty u mbështër sipërfaqe. E çfarë kishit të mbjella? Unë kisha me help. Tash jesh ashtu i zverë i tërë. Mendoni që është dëmtuar? Shumë. Është dëmtuar shumë. Nuk do rrezik të mos bëhet fare. Keni të ardhurat të tjera? Jo. Çfarë kërkoni? Ata që argjuan në kthejmë para, ata zgjidhin. Jo në kemi mbjell, edhe është mbushur plot me ujë. Edhe kemi edhe këte në torfa. Në torfa dhe një ka të dëlymtë, edhe plot me ujë. Si është situata? Si mendoni se është mbjellur? Nuk do vej mirë. Pas asaj që është, nuk vete mirë. Së dim, shteti, po në ndihmoj shteti mirë, s'na ndihmoj. Keni të ardhurat të tjera? Jo, tjera jo. Shumë prej banorëve tregojnë se janë dëmtuar edhe nga përmbytjet e nëntorit, ndërsa këtë janar të mbjellat u shkatruan plotësisht.